Top fare. Në Top Albania Radio. Këtu në Top Albania Radio dhe Okorin. Po. Përpara se të vazhdojmë bisedën, më fal. Meqense ishim tek nuk meriton as të urresh, që sapo dëgjuam, do të bëj një falënderim atij që ka luajtur në kitar solistit, i cili ka qenë një bashkëpunëtor i vjetër i Top Albania Radios, dhe quhet Fabian Aslani. Ju nuk e njihni sepse jeni djem të rinj, po janë djem që kanë kontribuar tek kjo media madhështore. Bukur. Po edhe ti ke kontribuar pak. Jo, un kam qenë gati 2008-2009 me postproduksion tek prodhimi i reklamave, kam punuar me një djalë që unë kam shumë respekt sot e kësaj dite, nuk e di ku është, Margarit Kraja, ishte ai që merresh me prodhimin e reklamave në Top Albania Radio në atë kohë, dhe atje mësova ABC-n e leximit të reklamave. Bukur, atje stërvitë zërin. Një këngë e mirë e bën teksti, muzika apo klikimet? Një këngë të mirë e bën këto dy të parat. Teksti, muzika. Klikimet mund vinë edhe për shkak të një video për të temës që trajtohet brenda në videoklipa, ku diun aktorit, femrave, vajzave, dritave, ku diun. Po ka 20 milion klikime brenda javës. Do të thënë për mua, e bën teksti, e bën kompozimi, e bën këngëtari. Tjera si e ke, le të themi, këtë traditën e punës kur bëje muzikë, pra ti tekstin e shkruaje vet apo? Dgjoj, unë mendoj kështu, nga eksperjenca ime. Rezulton që kur bëhet teksti i pari, kënga ka shumë mundësi që të bëhet hit. Okej. Sepse çdo gjë ndërtohet në bazë të temës që trajton teksti. Peshohet çdo fjalë, interpretohet ashtu siç duhet, ndërsa kur bëhet muzika, ku demoja shkon tek poeti me një la la la, dhe në vend të asaj la la la, sa ai duhet të shkruaj disa fjalë, është një soi sikur ja ke diktuar që qëndro brenda kësaj metrike dhe të lutem na shkruaj diçka të bukur që për mua është shumë e vështirë. Pra, unë mendoj që është më suksesshme kënga kur bëhet teksti në fillim, pastaj muzika. Mbaj shënim Abedin, kot nuk thonë para ishte fjalë. Unë nuk besoj se duhen më këto instruksione. A thua? Jo, nuk vlen më. Se nuk vlen më që kam dëgjuar këto ditë, më fal që u ndërpreva, kam folur shumë sot. Jo, mos e vrim për efektin që punoj në radio. Po, mos e vrim ndër, por ne prandaj kemi marrë që të flasësh ti i ftuarje. Kam dëgjuar këto ditë një gjenerim të inteligjencës artificiale, një duet të më fal, si e ka ky Damian Marley me Sia, 3 Seconds, dhe nuk e dija që ishte gjenerim i AI, i inteligjencës artificiale, po? Jam llataris, më ka pëlqyer shumë, nuk e ndaj nga makina, domethënë imagjino në çfarë nivelesh kemi arritur. Shkoj deri te muzika. Jo, e ka prek muzikën. Po ti thua që e ka qa. Është tjetër gjë që ai ta këndoi dhe është tjetër gjë që ai ta jetoi, se ne jemi ulur dhe më përpara bashkë, dhe unë të kam thënë tekstualisht sepse nuk meriton as të urreshje, ne dëgjuam pak më parë, ka një lloj të veçantë, pak më shumë se të tjerët, sepse më beso mua që jemi përballë një dileme shumë të fortë se çfarë do ndodhi me muzikën, me artin. Ti si mendon? Unë mendoj që ta gjykosh ftohtë, jo me unë mendoj që nuk, nëse nuk merren masa botërisht, domethënë, në industrinë e muzikës, që të mos përfshihet më inteligjenca artificiale tek prodhimtaria e artit muzikor, atëherë mund të shpëtojë muzika. Në rast se do ketë diktime, do ketë interesa, do ketë ku diun se çfarë, dhe inteligjenca artificiale do diktoj brenda muzikës, domethënë tregut botror të muzikës, atëherë unë mendoj që nuk e shmangim dot. Pra edhe këngëtari është një nga ato profesione që është rrezikuar nga inteligjenca artificiale. Ashtu si dhe moderatorët e radios, ata televizive të tjerë. Është bërë kjo, të paktën me le të themi me inteligjencë artificiale është tani. Po. Më fal, mos ju nxora jashtë skaletës apo jo? Jo më burr që nuk kemi skaletën e çfarë. Skaletën e bëjmë figurën. Si të rrjedhë biseda. Orin, a ke nga ato pyetje që s'bëhen Juli? Po. A ke ndonjë peng në muzikë, ndonjë bashkëpunim që s'e ke bërë dot, ndonjë këngë që të ka ngel pa bër? Jo, nuk është se e kam menduar këtë. Domethënë, do doja shumë që të kisha një trio si kënga franceze Belle, që e këndon Garu, e këndon Patrick, nuk i mbaj mend emrat e këngëtarëve, më pëlqen shumë Mosha, po, edhe Lodhja. Imagjino jam zgjuar sot në 5 qerek jam zgjuar. Bravo. I bëra 2 orë emision, shkova bëra palestër, shkova në shtëpi të qetësohesha dhe çfarë ndodhi u thua? Filloi matrapiku tek komshia.
matrapik me kuptimin e parë fjalës. Sot jam i ftuar dhe çunat që do të shkruaj çiki freskë. Ska gjë freskë. Gjatë javës është normale matrapiku. Të dielën më është çudi. Po, të dielën është pushim. Kështu që prandaj ndodhi që nuk i mbaj mend emrat konkretisht se kush i këndon atë këngë, por do doja që të kisha një trio si ajo këngë, më pëlqen shumë kur e dëgjoj. Pra do doja të isha në një skenë të tillë, të dëgjoja publikun që e këndon këngën time, dhe kaq ta mbyllja. Po. E vendos DJ Vini. Sniper je DJ Vini. Dhe me që jemi në këtë lloj le të themi ambienti. Tu lexoj vetëm Garru, Garru. Po ai është më i famshëm, kështu që. Okej. Mirë bëra, pastaj thash vetëm Garru. Aty ke të tjerë. I ke edhe Mouse po të. Do të marr Daniel Patrick. Është me syze. Do të marr syze. Por me që jemi në këtë atmosferë franceze. Ta dëgjojmë pak muzikën dhe të lutem mbylli syt. Po. Mbylli syt, e kam me vërtet se kemi kamerë. Ta mbaj portofolin këtu prit, ta mbaj. Po Korin, ke mua afër, nuk kam dorë. Okej. I mbyll syt po. Mbyll syt dhe vetëm më dëgjoj mua dhe këngën po. E zëm se emisioni do të mbaroj edhe ne do të ikim bëjmë një xhiro në Fier. Edhe aty te shkolla e muzikës te Jakov Xoxa, e ke parasysh si është bërë tani, është bërë shumë bukur. Ne jemi duke ecur dhe ty aty të kap syri Tinës, Erion Korinin, 15 vjeç. Tani do ta takoj Erion Korinin, do t'i flisje apo do ta lije që të shkonte. Por i ka syt hap akoma ky. Do ta takoja, do t'i flisja. Do t'i thosha që djali mbar, je shumë i ndjeshëm. Përpiqu që të mendosh më shumë për karrierën tënde, se sa ta ndash shpirtin copash gjatë jetës për njerëz që nuk e kanë merituar kurrë. Sepse do të prishin jashtëzakonisht punë. Këtë do t'i thosha që të mendonte vetëm për karrierën. Bukur. Ej, duar trokitje për Erion Korinin. Tjetër ato se pse u skuqe Erion apo je gati të lutosh? Jo, e di pse u skuqja se vërtet imagjinova pasha atë Erionin e dobët me atë modelin bishpëllum atje ulur me ato këmishat me vija që kishte qejf ti mbante në atë kohë me ato cigaren Cooper të asaj kohe. Nuk është reklam se sot nuk ekziston më atë cigare. Është pallë ti falim. Nuk po se ekziston më pra. Ai shumë pite. Kështu që ajo që i thash Erionit ishte e vërtet. Domethënë më doli nga shpirti. U ndje sepse le të themi në radio ti nuk mund të gënjesh. Po kështu e kanë artistët. Sa bukur flasin. Si marrin vesh fare. Po Erion, me që jemi. Ne kemi përgatitur për ty 30 pyetje. U sa shumë. Po ne bëm 15 tani. Po, do t'i bëjmë tani DJ Vini. Kemi 30 pyetje për ty ku ti duhet përgjigjesh shumë shkurt, pra me tek fjalë. Dhe bukur e kësaj loje është se nëse ti thua 2 ose më shumë, ne të rikthejmë te pyetja e parë. Shpresoj të jesh gati. Juli dili borxhit? Po nuk ka pik gjynofi, ne ta kthejmë, dhe ti ke orarin te berberi, nuk di çfarë orari ke, ne këtu do rrim gjithë natën derisa të marrësh. Je gati? Unë po ngatrova nuk mërziten fare. Mos e vrim mendin, gjëja e fundit që hëngra. Presh. Hera e fundit që bëre sher. Sher. Një fjalë, mos harro. Para 3 ditësh. Para 3 ditësh fjali. Gjëja e fundit që hëngra. Presh. Hera e fundit që bëre sher. Dje. I ka fshon thojt? Jo. Je kokfort nëse po. A mund ta thyesh një pjatë në të? Jo. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punë të tua Erion? Po. A të pëlqen komshitë tuaj Erion? Jo. Ai matrapikut. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonz me ata shokët që na the? Jo. Digje shumë në verë nëse po. A lyesh edhe ti me kos? Jo. Kosi hahet apo pihet Erion? Pihet. E bukur apo e zgjuar Erion? E zgjuar. A je i lumtur Erion? Po. Para apo dashuri? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? Puthja e fundit. Ku ishte puthja e fundit? Vashër të na trembë. Shtëpia ku e para një ore. Para një ore fjali. Gabim. Po vetëm për fati që u tregova i sinqert, ma fal. Ska që sinqeriteti. Se dhe kos kemi. Sinqeriteti i vërtetë është dëmshëm. Gjëja e fundit që s'hëngre. Që s'hëngra? Nuk e di unë pyetje. Bukur. Hera e fundit që bëre sher. Dje. I ka fshon gishtat e këmbës? Jo. Je kokfort nëse po mund ta thyesh një pjatë në të? Jo. I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët tua? Po. A të pëlqen komshitë tu që ke pas dikur në Fier Erion? Ke ndërmend të deher sot? Jo. Digje shumë në verë nëse po lyesh me kos? Jo. E bukur apo e zgjuar është ajo Erion? E zgjuar. A je i lumtur Erion Korini? Po. Para dashuri, pound, drami, dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit? Dje. Bravo, gënjeshtar. Erion, a të pëlqen ushqimi kinez nëse po do ta haje një zhapik?
Jo. Më mirë të thot zemër shpirt apo këngëtari im. Zemër. A shan kur she lajme pip? Jo. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qylit, po keq fare. Po. Hera e fundit që e skuqur nga turpi e bër speci kuq. Sot. Erion Korini, ata kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam shok ose shoqe? Po. Bukur, hera e fundit që them fal. Sot. Hera e fundit që gënjeve. Sot. Je lënduar ndonjëherë? Na ka shtuar fare. Masi Pinoku, nuk e Gjithë sheh të vici se gënjeve. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Nga Pinoku pra nga onda. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Mashallah, Dashuria, miku im. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhe ti Erion Korini? Një fjalë se të ktheva prap. Mace. Mace. Më mirë të duash apo të duan? Të duash. Erion Korini, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Hajde herë. Thuaj një emër, thuaj emër. Të ktheu vini. Të ktheu vini. Jepi ku. Skip. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Po. Batutat më të forta në varrim. Kjo pyetje kjo e diet përgjigje kush nuk ka qeshur varri. Erion Korini, çfarë bën kur skeç bën? Asgjë. Nëse bën ti bën. Çfarë bën? Ja mos i thuaj gjitha mos. Diçi vini çfarë bën kur skeç bën? Është pyetje. Nëse do të zhdukesh për një ditë ku do të shkoje Erion? Në Ballsh, në Alask, okay. Nëse do mund të dile në një takim me një person të famshëm në gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje edhe pse këtu i jepet 2 fjali, 3 fjali sa duhet. Fred Mercury. Mama. Jo mos këndon më se nuk e bën këtë punë. Erion Korini do. A mund ta bëjmë jingle këtë të julit lutem. Kjo si siren. Si ani Ruaj se doli nga shpirti kjo. Ja doli me sukses, me pak sforcë ta kaloje le të themi testin ton. Ne të Ti se vjen dyshim fare. Asnjëherë, por asnjëherë. Ai rithemi sërish në bazë. Të baza. Ke lagja. Okej, Erion, të falenderojmë shumë që zgjodhe ta bëje sefte këtu me ne, është një kënaqësi e veçantë. Sa herë që të takojmë dhe sa herë kemi fatin që të flasim, sepse kemi shumë për të mësuar nga ty, të lutem, riktheu muzikës. Të lutem. E vlerësoj shumë ftesën tuaj, fjalët e tua, dashurinë që më jepni, respektin dhe më bëhet qef i jashtëzakonisht për ju të dy që punoni sot në këtë media, që shpesh herë dëgjojmë njerëz që i thurin komplimenta Top Channel-it, Top Albania Radios dhe ndonjëherë thon ora është hipokrizi se po i bëjnë qefin. E thënë e vërteta është nga mediat më të investuara dhe të gjitha komplimentat dalin nga zemra, nga shpirti dhe unë mendoj që si media është Meka apo Vatikani i mediave shqiptare, kështu që urime çuna, rrugë të mbar në këtë rrugëtim shumë të bukur me top fare. Bukur. Dhe do t'ju dëgjoj sa herë të më jepet mundësia. Të falenderoj. Ne sikshim të bëjmë reklam, po duhet ta bëjmë këtu tani. Po më vetë japim në një kafe por. Kam shkruar në Sira Moxhës miru pafshim. Do kthehemi ditë ke në kurdo. Po në Amerikë do ikim në muzikë. Çuna faleminderit. Kemi edhe reklamat e mi. Ikim DJ Vini. Dy mikesha shumë të mira. Hello. Sofi. Mirëmbrëma çuna. Mirëmbrëma. Erma. Wow. Mirë se na. Barba lutem se pa vetë Lancho. Lancho. Bukur. Goca. Ç'kemi pastaj? Lancho pra. Bukur. Muzikë të mirë, ritmet më të mira besoj. Po juve si ju shkoi sot? Top fare besoj? Top fare. Nuk ka se tjetë ndryshe Po çuna. do shkoj top jo do shkoj top fare. Para se të vazhdoj me të gjitha, uroj që t'ju shkoj sa më mbar ky sezon. Urime për episodin e parë, urime për emisionin, edhe më vjen mirë që tashmë ndodhemi të tre, domethënë përpos Sofit, po them në rastin tim me tuaj. Unë jam e përjashtuara. Që ndodhemi në një tavolinë ku jemi të gjithë kolegë. Bukur. Erma ne sikur e ndollëm nga era e fundit që ishim në studio. E kemi ndjell dhe do të që gjërat bëhen realitet. Okej, mos ju marrim shumë kohë. Pas pak do të kemi Lançon me 2 super yjet. Bëra gjë si Manushi. Okej, ne do ta mbyllim këtu. Shumë faleminderit ju thuaj ti këto llafe të bukura për fund. Ne do dëgjojmë sërish javën tjetër, por deri atëherë sa keni për të dëgjuar, dëgjoni goca dhe të gjithë programin në vijim, sot edhe në ditët në vijim.